Këshilli i Bashkisë së Matit është mbledhur këtë të mërkurë ku miratoi unanimisht dorëheqjen e kryebashkiakut Agron Malaj, i cili do të jetë pjesë e listës për deputet në qarkun Dibër në zgjedhjet e 11 majit. 19 nga 21 antarët e Këshillit Bashkiak ishin të pranishëm në këtë mbledhje, jashtë radhe, e thirrur me vetëm 2 pika në rendin e ditës. Pas miratimit të dorëheqjes së Malajt, Këshilli votoi për 2 zëvendës kryetarët e bashkisë, ku me 17 vota u zgjodh Muslym Zeneli, kundrejt 1 vote për Flutur Habiba dhe 1 vote pavlefshme. Kryetari tashmë në detyrë Muslym Zeneli tha se administrata do të jetë e përkushtuar maksimalisht për vijim normal të shërbimeve dhe investimeve ndaj qytetarëve. Nderuar qytetar, zonë kryetar, gjithë pjesëmarrësit e sallë, Spare në uroj një mbarësim në ti proceseve konstitue që është edhe e shqirë, edhe ka sfida. Një falenderoj shumë për gjithë bashkëpunimit që kemi pas të sot, të cilët do ta shohim në ardhmen. Me bashkëpunim mund kuptoj edhe marrje vesh në raste të caktuara, edhe në raste kur s'dim dakord për gjë. Se kjo është çështja që kemi zgjedhur në fund, për të cilën edhe sot pas 3 vjetësh kemi një licenca të shkollës që në momentet e caktuara vjen shfaqje. Unë i bëj apel vetës së pari, do të jemi i prirur për të qenë shumë i hapur, bashkëpunues të thonë, dhe i sinqert ato çfarë do bëjmë, në mënyrë që të shërbejmë më së miri komunitetit. Detyra jonë kjo është në fund. Këtë bashkëpunim e ka normuar ligjvënësit, të cilët ne nuk kemi asnjë shtojmë së heqim. Mbetemi vetëm solidar në punët publike për të cilat shteti dhe shoqëria në pasion të tij, por në siguruar që këto kohë kalimtare do bëjmë maksimumin e përpjekjes me gjithë ekipin e bashkisë për të qenë kryer punën në mënyrë që intonacione e toni të punës mos bjerë asnjë minutë. Dhe ju suksese edhe ju në punën tuaja. Emrat e kandidatëve të qarkut Dibër për Partinë Socialiste pritet të zbardhen në asamblenë në kësaj force politike.